Përfundon hapja dhe ndërtimi i parcelës së re të varrezave të qytetit të Vlorës. Një investim ky i Bashkisë së Vlorës tashmë është bërë realitet, ndërsa zgjidh një herë mirë për pak kohë situatën e mbushjes së varrezave publike të qytetit. E ndërsa parcela që aktualisht u hap e re vetëm pak muaj më parë, po mbushet dhe pritet të mbyllet në ditët në vijim, do të hapet shumë shpejt edhe parcela e re, e cila tashmë ka përfunduar dhe bashkia e ka bërë me të gjitha parametrat e një infrastrukture që t'i shërbej komunitetit vlonjat. Përfundon së ndërtuari parcela e re e cila do t'i shërbej varrezave të qytetit të Vlorës. Puna ka mbaruar tashmë dhe parcela do të hapet kur të mbyllet ajo ekzistuese, e cila në fakt u hap gati një vit më parë, por që është drejt mbylljes, për shkak edhe të numrit të lartë të vdekjeve që ka patur në qytet gjatë asaj periudhe, ku sipas statistikave në një ditë në varrezat e qytetit varrosen 3 deri në 4 shtetas. Kjo parcel ku ngjendem është një parcel e cila do të jetë e re në shërbim të varrezave të qytetit për të zgjidhur provizorisht situatën, por pas mbushjes së saj do duhet që të ketë një tjetër zgjidhje që natyrisht do ta bëj Bashkia e Vlorës, ashtu si kundër ka vepruar deri më tani. Bashkia e Vlorës pronësoi edhe pronarët e tokës, në të cilën pritet të hapet edhe parcela e re e varrezave të qytetit, që tashmë ka përfunduar. Megjithatë, bashkia duhet të mendojë për një tjetër parcel, pasi edhe kjo e cila tashmë ka përfunduar një ditë do të mbyllet, teksa ritmet e vdekjeve në Vlorë sa vine shtohen. Të paktën mesatarja e tyre është 3 deri 4 persona që varroset çdo ditë në territorin e varrezave të qytetit. Megjithatë, për momentin ka një zgjidhje, por shumë shpejt, nëse nuk do të merren masa për të projektuar një tjetër parcel, do të jemi në një situatë teje të vështirë.